po të shkoj që të shpëtoj veten e tij, familjen e tij, Partinë Socialiste në rast se ka familjen e tij, se në rast se nuk e ka familjen e tij, socialistët keq përdorin Partinë Socialiste dhe dëmtojnë Partinë Socialiste dhe do ta kuptojmë shumë vonë, po leje ata të kënaqen, të vetë kënaqen dhe kështu ato vetkënaqësitë e tyre që kanë gjithmonë, por unë dua të them që po zoti Rama e ka mesazhin aty e ka dhe detyrimin e ka aty, o do të shkosh në zgjedhje të parakohshme, o do të procedojmë si rasti Albin Kurtit që do vi momenti që do ta procedojmë edhe atë. Prandaj unë po ju them që zoti Rama e ka aty letrën. Nuk them e ka po dyshohet kështu, aty e ka letrën. Do ketë frekuentime apo do ketë takime me funksionarët amerikanë, edhe mund të ketë. Ai më mirë të shmangi FBI-n dhe të drejtuesin e saj që mos ketë ndonjë takim, vetëm të shmangi. Të tjerët të takoj, të bëj foto nga misteri dark, të na e tallin atje na hedhin edhe të themi, sa i fort ky takon këtë, kërkon Zotin mos ta takoj sepse është herët, por gjithë të tjerë të takoj nga misteri dark, të nxjerrë foto, të bëj çfarë do shpirti vet. Por e vërteta është që letra është aty, mos u tall me amerikanët. Pse them këtë? Se amerikanët kanë një natyrë dhe kemi thënë po tek ju. Pabesin nuk e falin, gabimet i falen. Pra, është gjë e bukur që më mirë të gabosh se sa të bësh diçka të pabes ndaj amerikanëve. Avokat, të kalojmë pak tek pjesa e SPAK-ut. Ju si mendoni, çfarë goditjesh mund të bëjë Altin Dumani në aspektin e zyrtarëve të lartë teksa ai po shkon drejt mbarimit të mandatit dhe tashmë është hapur dhe gara për kreun e ri të SPAK-ut? Qa pastrime, se nuk e dëgjova që ishin ato pastrime. Do bëjnë ai pastrim Dumani, do bëjnë ai pastrim të fundit. Po, të shbëpis. Po, këtu ishte Rama dhe ishte Dumani dhe po ja pastronte, të shbëpis. Edhe pastronte pak. Edhe kështu i bën Rama, Dumani ja pastron. Shiko, e vërteta e dikush është që nga pastrimi vjen gjelbrimi dhe ato pastaj vjen edhe gjëra të tjera që kërkohet sapuni, pastaj hajde pastroj dhe kështu me radhë. Është bëpis pak e bëpis. Kështu ndodhin arrestimet të dish. Pra, në rast se Rama është bëpis, shko Dumani bën e bëpis. Lerë se pastroj mos. Jo, ai shkon Ramën ti që po shkoj, jo, lerë se dora ime e shenjtë. Dhe ja pastron Ramës ja pastron që i pastron atyre rreth e qarkët kështu. Si bëri rastin e opozitës, që goditi Ilir Metën, goditi Sali Berishën, goditi gjithë familjet kush ka kushi dhe ndur dhe kështu. Vetëm bankomatët nuk ka goditur zoti Dumani, mos gaboj. Bankomatët di çfarë është, Për shembull ke gruan, ke bankomatin. Është çështje tjetër. Kjo s'na hyn punë me bankomatin. Tani puna është kjo, që sigurisht që do të kemi një arrestim të mundshëm, po do të kemi patjetër të niveleve të larta, sepse gjithmonë pastrimi dhe gjelbrimi duhet të ndodhi. Sa është zoti Dumani, por tani zoti Dumani ka marrë garanci që do ta bëj pastrimin dhe gjelbrimin tek Rama që mos të cenohet Rama, apo ka marrë garanci që unë do ta bëj gjelbrimin, por mos të cenohem edhe unë, se unë jam drejtike, se ti e di si punojmë ne shqiptarët kur ndryshon pllaka. Zoti të ndihmon, se pastaj s'ke kush të ndihmoj më tjetër, se pllaka iku. Pra, do rri Dumani atje edhe 3 vjet, pastaj Dumani bye bye. Pastaj Dumani kush do të pastroj mua pastaj xhaketën, dhe pastaj Rama i thot, përgjithsisht individuale, unë s'kam si të merr me ty. Çoveron Velimburg, po faleminderit, më bëre më mbret, po faleminderit. Çhalli ke ti tani? Jo, po kshu unë atë të bëra. Çfarë këto gjëra? Unë merr me drejtsinë, unë s'kam lidhje me drejtsinë. Pse ju mendoni se po, ju mendoni se Dumani mund goditet vet pasi të ikë nga SPAK-u? Unë diçka më thot larg qoftë, që Dumani mund të përfundojë si prokurorja e Maqedonisë dhe mos harrojnë edhe një prokurori e Maltëzi që u arrestuan. Këta çunë trit nga manuali i Sorosit, të gjithë këta arrestohen. Pse fusin në burg politikanë që gjithë përpara bën kështu takime me funksionarë të Bidenit, kështu atëherë futen në burg, nuk e di çfarë ndodh atyre. Nga kaq drejtësia e paimagjinueshme, sepse normalisht ndonjëherë i dashur bardhi është edhe e bardhë kjo këtu ta dish. Dhe këtë gjithmonë, këtë letrën këtu, e ka Rama. Dhe e shënon Rama. Po është e bardhë kjo.
Dhe ata normalisht si puna Irena Gjokës. Se çuditërisht masa ndaj Sali Berishës te Irena vajti. Vetëm te Irena. Nuk e merri asnjë tjetër. Rasti Metës tek Irena. Edhe çuditërisht pas ka një A4 që e kishte partia në pushtet dhe në fund fare shfaqi te Irena. Kështu do ndodhi edhe te Altini, kështu do të ndodhi edhe te të tjerët me radhë. Pse çfarë mendoni ju, ata nuk janë njerëz, nuk jetojnë në këtë Shqipëri, çfarë janë ata, nga Kanar, nga Qelli Kanar, këtu jetojnë. Ore ne jemi shqiptarë dhe opa, ndryshë pllak, po më falë vëlla, po nuk e kisha unë, presioni, tensioni, çfarë presioni, ku më interesua tensioni, mua më kalbë në burg kod, më kush jetit më fuzësh ti në burg se do presion nga te, mos e merr fare, iq dorë ti, vjej tjetër, po ja mbajtë edhe tjetër. Prandaj them tek populli i dashur, mos u deni nga ideja që po pastrojnë Shqipërinë, se në fund fare po bëjnë atë plaçkitjen që ju të ikin nga Shqipëria të gjithë dhe në fund fare kur të futet këtu serbi, pastaj mos të çoni fajin te Bashkimi Evropian, as te Bashkimi Sovjetik, sepse ju e kanë bërë gati që të vi serbi, nuk vjen asnjëri që ke komshit, do të vi ai që ke matan. Dhe serbi po të erdhi këtu, do të jetë kanosja më e madhe që të bërë ndonjëherë. Prandaj këto po bëjnë, këtë punë po bëjnë. Po e dobësojnë institucionet kushtetuese, po dobësojnë çdo gjë dhe kur të vi avioni nga Serbia në Shqipëri, ju them unë pastaj çfarë do ketë turist, do ketë brenda, apo do ketë në Putin edhe të na bëjnë një vizitë këtu. Se di, vetë për të parë. Prandaj mos u deni nga ideja do pastroj. E dihet që do bëj, të pastroj kështu. Hajde, më di mos kështu. Gjykata kushtetuese se shiko, Dumanit jemi vërtet, them të vërtet. Në rast se mendon që nga prokuror që e ka rritur, sa ai tani në brenda vetes ka shumë vetbesim, a kupton? Do të pruar, për shembull ai jam i bindur që ai edhe Zoti mund ta arrestojë nga besimi i tepruar, e kupton? E them me informacion kështu 100%. Ai mendon akoma edhe Zotin mund ta arrestojë. Prandaj ne I themi ulu komët në tokë, se është e mirë për ty. Dhe I themi, në rast se do të bësh deputet I Partisë Socialiste, po Rama të pranon. Në rast se pretendon për shkak të arrestimeve që ke rritur stekën të bësh kryetar I Partisë Socialiste, ti marrësh karrikën e Ramës, duke arrestuar Ramën, mbaj mend që Rama do të bëjë model si prokurorja e Maqedonisë që e kalbën në burg atë. Prandaj I themi Zotit Dumani, ruaj veten, mos u bie viktim, lëshoje penin sepse manuali I Partisë Socialiste është manual Partisë Komuniste. Nuk po ta themi për të keqën, lësho pe, edhe për Berishën, edhe për Metën, edhe për Velien, lësho pe, se në fund fare ai do të bëj statistik dhe për të bërë statistik ti nuk ke të shpëtoj ai Blinken që bëre atë foton e famshme, se në atë foton e famshme dështove edhe ti I dashur Altin, po edhe kush tjetër, Yuri Kim doli në parakohe nga puna, po si dalin këta parakohe nga puna, përse kaq papunësi paska në Amerikë, prandaj I dashur Bacha kishte për të dhënë ajo, prandaj dolin pension. Edhe puna është shumë. T'ju pastrojmë pak I nderuar, si do pastrojeni, do lucidoheni, si është lucidimi. Prandaj të dish të vërtetën ti dhe opinioni publik që na ndjekin, unë e them shumë qartë se Zoti Dumani është futur në kurth. Uroj me shumë dashamirësi që ai të shpëtoj nga kurthi dhe të shpëtoj mirë me shëndet të plot dhe mos të bëhet statistike e Ramës.